Atëherë më njoftojnë që çmimi final deri në këtë çast është 184.000 euro. Një sekondë. Vetëm t'ju sqaroj. 184.000 euro është çmimi final, sepse dikush për jush sot edhe ka patur një problem me mikrofonin, kështu që nuk e ka mbajtur mikrofonin, me pak fjalë, nuk është dëgjuar, 184.000 euro. Po, tani mund të flasim. Kush e do fjalën? Mundem? Po. Më fal, sa e kërkova fjalën? Sa e kërkova fjalën? Po, kur e ke shkelur, duhet të presësh radhën. A e ke shkelur rregullin? Atëherë mos flite para. Kur e shkel rregullin, nuk mund të flasësh. Jo, je ti pa edukat për të shkë bërë. Po pra po, je pa edukat për të shkë bërë. Vazhdo justifikohu. Hermiona, të lutem. Më dëgjo. Unë kam 5 ditë, unë nuk e di çfarë virusi kam kaluar këtu, por e di unë se sa keq kam qenë, më dëgjon? Po. Dhe nuk e kuptoj, do me thonë, mirë që edhe nuk e besojnë që je smur, po e dina gaj se sa smur kam qenë, dhe të vjellurat që kam bërë, ato quhen, se edhe ato kam vjellur në banjo gati për ditë. Kështu që, kur unë jam në atë status, unë e kam folur me Agajnë dhe i kam thënë, por këtu është një energji ka që keqe, vërdal, që të gjithë do me thënë janë bërë si ato thithinjat që thithin, dhe vetëm duan të shkatarrojnë, do me thënë, personin tjetër, është bërë një energji që e kam do me thënë, po më smurë. Nuk me ndoja që do isha kaq skifatur, si i thënë, më shpifur. Edhe që ja e ngrenë zërin, do me thënë, duan se zbon, Hermiona, ata me siguri, Hermiona, jo për të dalë në krahas, se me siguri kanë edhe ngritjen e zërit, mund të themi që ti nuk e ke karakteristik tënde, tash zërin e ngre edhe ti edhe e ke dhënë. Kujdes me ato dora. Unë dua të di, Arbana, cili është kjo antibiotik që pinë Hermiona, që gjithë ditët e javës nuk ekziston, dhe vetëm të hënë dhe të premten ekziston. Ju lutem Hermiona, dhe ne. Nuk e di ku e gjen këtë energji që vetëm të premten janë të pasupërtushëm, gjatë javës nuk ekziston fare. Një sekund, e kuptova. Hermiona, unë e kuptova këtë vështrimin tënd. Janë të pasuportueshëm, ti nuk i duron dot, ata bërtasin dhe nuk e kuptova. Okej, e dëgjova, dhe ta respektoj mendimin. Tani dua të dëgjoj Sarën. Atëherë, Arbana, unë nuk e kuptoj që në momentin që nëzorët videon e Stormit, edhe deri tani po flasë unë tani. Po mire, vazhdo. Që në momentin e Stormit, e kam thënë edhe javën e kaluar, këtu ka një papërgjeshmëri skandaloze për çdo gjë. Këtu njerëzit nuk ekzistojnë gjatë javës dhe ekzistojnë vetëm të hënën dhe të premten që ka Prime. Nuk marrin pjesë në për sfida, nuk dëgjojnë as rregullat, nuk i intereson 1.000 euroshi, 1.000 euroshi i duket fan, madje mund ta derdinuin edhe në përkok, sepse duan këtë momentin e famës që është ky këtu dhe madje ku po e tregonit videon, këta njerëzit këtu po qeshte, po ta kishe marrë ishe këtu tani. Pse çash kjo? Kështu që mua, emisionin, do ishe këtu. Ju lutem, e kuptova. Unë me sa perceptova, Hermiona i ka thyer rregullat tot sepse kam qenë sëmur. Edhe Gresa i ka thyer për kokër qefit. Ky djali tjetër do dali në Prime, tani nuk e kuptoj ku jemi. Sara, ta kuptojmë ne, ti nuk e kupton, unë dua ta kuptoj. Pse i kanë thyer rregullat? Bujaka. Jo, mos mundesh. Po Bujaka. E kisha. E kalon smundlikun me po i ko Gresa maj fjalën që se mos kalot e smundja, se te kam bërë për kokër qefit. Sara Karaj. Falni veç pak, Arbana, mund ta marrë Bujaka, ta kam dhënë fjalën, por nuk e respektoj. Faleminderit, Arbana, që po ma jap fjalën për herë të parë, pe që ku mardha dhe kërkova me drejtën të. Okej. Edhe sa për energji, që foli kjo, këtu nuk ka të bëj, mendoj, po, okej, të lutem, po, faleminderit, të lutem mos dërprej, sa për energji, kjo s'ka energji fare, të të bëj me këtë muhabet që kena këtu. Tu për ndryshe Hermiona dhe Gresa, për mu qenë smura,
Ajo e hëngri raport. Me raport. Me raport duhet hajë bukën me marmalat. Po, të lutem ata përfundoj, Ola, të lutem. Që sharake. Si justifikose aty dhe atë përgjigje tjetër këtë përgjigje tjetër. Është okej, është okej, lutem, unë s'ke ndërprej, apo do ju ndërprej edhe unë në tamë. Po këti këtë gjëpën... Edhe mas nej, Soni kishte për mi tregu Ermionës, edhe Ermiona nashta s'ka mujt mi tregu Gresës, edhe s'ko gjotë, lutem, Arbana, edhe si pas meje, Ermiona dhe Gresa kanë qenë sëmurë dhe kanë thyer rregullin se kanë qenë sëmurë. Edhe pse nuk e kuptoj se kur sakrifica Arbana jam të folur në lutem. Një javë gjysmë, unë kam qenë me antibiotik. Nuk e kam marrë vesh asnjëri në këtë shtëpi që kam qenë. Ç'është justifikim? Vetëm ta përfundoj, Arbana. Lutem, bla 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 bla. Lutem, Arbana. Sara, Ermiona, ju lutem, lideri jonë, Ilir Shaqiri, masi që e kërkoj besën, unë mundova mja dhonë se ma këshin dzirë aty, se unë e ku mangër, po ato e ku mangër pa vedije. Edhe, mas nej, Iliri, e theju besën. Edhe tha, unë doho, tha, derin 50.000 euro gjëra, që mu më pëlqej edhe vendimi tina, se tha, do e bëj, edhe e vazhdoj deri dikun. Mas nej, unë i bona provokimet e mija, me një shishe bosh, edhe me një qaj që ma pru një moza aty, edhe për respekt, edhe unë dola jashtë. Po mu me atë qaj, ta me ndu në gjithë, se e prisha edhe une, edhe po ndjek Ilirin, apo mozën, apo energjin e kësoj. Edhe një gjo, po. Edhe një gjo, më falni, ta përfundoj bre se su mble që 3 herë. Po, përfundoj kësaj. Ta thash një jarë Okej, Sara Karaj. Edhe mas nej, mu gjujtën gjithë mu, se ti po ndjek këto, ti po ndjek liderat, ti e kështu, ti e ashtu. Me falë, ta përfundoj bre se marove bre dhe ti... Po s'po mbaron, s'po thuj gjithë s'po mbaron, Bujaka, s'kemi kohë, duhet flasin dhe të tjerët, hajde, nuk kemi kohë. S'po thot asgjë. Edhe mas nej, ndodhi gjitha përqarja, kjo pse... Okej, duha të dëgjoj Romirin. Po, Romir. Natën e mirë. Natën e mirë, faleminderit. Romir. Se nuk e mora vesh, me thonë drejtën, folën, njona ishte smur, tjetra u smur se pa tjetërin që u smur. Pasaj një tjetër nga kishin këto të dyja smur. Po. Edhe më ke pytur. Qa janë këto, e kupton të ku jemi, mo. Atër që ta mbaroj, me që unë jam i shëruar, ta mbarojën, Bujak, falë, Romir Pleva. Akoma jam duke marrë antibiotik. Që unë jam i shëruar, me antibiotik ta jam mbaroj. Që kap një nga i kujna. Duha të dëgjoj Romirin, një lutem. Për mua është munges respekti ky lloj karshilliku që bën disa këtu duke ngrënë ushqim në sy ton Kastile. Jo se ishin të smur, apo se kishin një arsye tjetër. Ik më risha To ishin smur. Do të qeshurën e bobekët që ka. Ja, grupi, dhe munges respekti, jo vetëm ndaj nesh, por edhe ndaj agajt, edhe ndaj dojës, edhe ndaj fermës, edhe ndaj programit, edhe ndaj publikut që na ndjek. Prandaj, nëse keni marrë përsi për këtë garkes, majni dhe në fund dhe mos filloni me justifikime kalamajsh të tipit nga që pas atë edhe ti ushtari lirit mundesh me thonë ai sanatist. Po Iliri, po na thuj ndonjë gjë për generalin ton, të lutem. Generali jot 50.000 euro ti hoqi ty. Po ti çaj duke për generalin. Nga ky moment të qëra Dua të dëgjoj pak Mozën, se Moza për njerëz që nuk kanë respekt për fermerët dhe për pasojë dhe për mua, as unë nuk do kem respekt në mënyrë reciproke. Gjithfish. Okej. Arbana, një sekundë, se na quajtën edhe, si ishte e Ushtari mirë zhvejt. Fshatar, pabuksa, si ishte. Që s'kemi mundësi financiare dhe 1.000 euro që ne na duket shumë. Në me thonë, u se kuptoj, nga kanë ardhur këta, nga Arbana, me gjerë privat pas kanë ardhur. Dua të dëgjoj pak Mozën, që ishte një nga ato që në fillim pati revoltën e saj ndaj këtij rregulli të vendosur, por pastaj e respektoi. Moza, ti çfarë ndjen për gjithë ta që e kanë thyer rregullin?
Dhe kanë ullur çmimin final, që mund ta fitosh edhe ti në fund fundit, mund ta fitoj secili për jush. Unë themat e punë më dhe fort, se më pëlqej shumë, po e bëra për shokët, po kjo është pjesë tjetër. Tani, ne kishim një shans, këto të dyja ishin të smura, kjo me raport, po edhe kjo di që ishte me antibiotik, më falë. Pra e kishim këtë shans që me këto të dyja të justifikoheshin. Kam pyetjen pse ëngri Liri. Po, qashtu.